Transparenca është, jo që është parimi pa kundërshtueshëm, është e drejtë e pa kundërshtueshme e çdo individi. Në këtë kuadër, Partia Demokratike nuk pengon asnjë kandidat të saj që kërkon, jo që nuk pengon asnjë kandidat të saj për të kërkuar transparencën, por do t'i mbështes me qenë se ligji nuk i përligj ata, nuk i përligj kandidatët, që duhet i përligjte për mendimin tim, sepse kandidati mund të jetë dhe i pavarur, apo jo. Por në kushtet kur ligji nuk i përligj dhe duhet autorizimi apo duhet mbështetja e partisë në këtë proces, se cili që kërkon transparencën do mbështetet pa asnjë lloj paragjykimi. Edhe njërë, nuk ka paragjykim. Pra, duhet t'i dallojmë këto dy gjëra. Partia nuk njeh legjimitetin e këtyre zgjedhjeve, prandaj dhe po kërkon për çdo qark. Tani Osman, e marrë vesh unë atë punë. Mendoj se as unë as ju nuk mund të flasim për vjedhje për gjërat pa provuara. Ata që dyshojnë se u janë devijuar votat, ata ne u themi u mbështesim për transparencë, por kjo nuk vjen. Nuk vjen se partia ndan dyshimin e tyre. Jo. Nuk vjen nga kjo. Po vjen sepse partia respekton plotësisht të drejtën e transparencës si drejtë e patjetërsueshme e individit.